serin finale? Përshtypja ime kryesore është shikueshmëria e lartë. Në Prizren edhe në Mitrovic. Në Mitrovic jemi mësuar, ndërkaq shikueshmëria është rikthyer në Prizren, që është gjë e mirë, pra që të vazhdohet kështu edhe në të ardhmen. Organizimi i vetë klubit e ka bërë që rezultatet e jenë të tilla. Në pjesën e rregullt të kampionatit Bashkimi ka qenë në pozitën e parë. Tani ka pak probleme në garët e play-offit, mirë, por garët e play-offit janë ato që sjellin edhe befasi të ndryshme, duke pas parasysh që këto dy ekipe, edhe Bashkimi dhe Trepça, kanë qenë gjatë pjesës e rregullt të kampionatit ekipet më të mira. Mbrojtja e titullit të Trepçës do të jetë motiv shtesë për ta, ndërkaq Bashkimi që pas një kohe të gjatë ta fitojë titullin e kampionit. Një përshtypje imja nga zhvillimi i këtyre ndeshjeve, nga përcjellja e këtyre takimeve është që më duket që lojtarët huaj janë duke dominuar në këto ndeshje. Kur ata janë në formë, kur ata i zhvillojnë ndeshjet e tyre siç duhet, atëherë fiton edhe njëra dhe ekipi tjetër. Është parë që në këtë ndeshjen e tretë, ku Trepça e ka mposhtur Bashkimin bindshëm, është drejtur mungesa. Do të shkojmë ndeshje për ndeshje. Mendoj që lojtarët e huaj janë dominantë në të dy ekipet, përveç që ndoshta në Trepçë Driloni paksa dallohet i bashkangjitet kësaj.